Në shtëpi në rrugën Pashkovasa ishte përfshirë rënd nga përmbytjet e 6 janarit 2026. Në pamjet e asaj date shihet se uji kishte depërtuar shumë lart, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. E sot pas disa ditësh, pronari i shtëpisë Artan Kuqishtaj, derisa kujtonte situatën e ndodhur atë ditë, tha se uji kishte arritur në lartësi deri tek gjysma e mureve, duke kapluar të gjithë shtëpinë, e përpasoi familjarët të largohen vetëm për të shpëtuar fëmijët nga kjo ngjarje. Mëngjes herët nuk u kanë shumë, po ora 9:30 ka nisë me shpërtui dhe hi me një herë mrena në ujtë. Veç në dalë jashtë dhe kur gjos kena përtu hesh, absolut. Asison, veç kena morë fëmijën edhe më dalë jashtë. Edhe disa ditë pas përmbytjeve, shtëpia vazhdon të jetë e pabanueshme. Balta dhe mbeturinat janë të pranishme në të gjitha dhomat, ndërsa dëmet janë të mëdha dhe vështirë për tu sanuar. Dhomë materiale shumë të mëshme, është shtëpi e pabanueshme për momentin. I gjendur në një situatë as pak të mirë, Kuqishtaj bën apel për ndihmë duke thënë se e ka të pamundur ta rindërtoj shtëpinë me forcat e veta. E los komunën, shtetin, gjithë donatorë që kush mundet me na ndihmu diçka me strohu dikun, me hi dikun. Jam veti 5 jantar. Çdo kushte apo qenë edhe jo vet, me materiale pa mosjem. Kur gjos na ka tepru. S'na ka met asnjë kursan. Përveç shtëpisë Artan Kuqishtaj, përmbytjet e 6 janarit kanë përfshirë edhe të gjitha shtëpitë e kësaj rruge, duke lënë shumë familje të dëmtuara dhe në nevojë për ndihmë.